Përshëndetje të gjithë ju të shenjës Virgjëreshës. Mirë se vini në kanalin Astro Tarot. Sot do bëjmë parashikimin e muajit shtator edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një muaj sa më të mbar, por dhe gëzuar ditëlindjen të gjithë ju. Mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ftoj të gjithë ndjekësit e këtij kanali që ende nuk kanë bërë abonimin e tyre në këtë kanal të bëjnë subscribe për të marrë videot në vazhdimsi. Ju ftoj të ndiqni dhe shenjën tuaj ascendente sepse është shumë e rëndësishme. Atëherë, shohim energjinë që do na vi. Atëherë, kemi të bëjmë me energjinë e demit, peshores, kemi energjinë e kullës, edhe kemi energji të shenjave të ajrit. Gjithsesi shoh fillime të reja. Mund të jetë një dashuri e re në lidhje me ju, mund të jetë një shtatzani, por shoh gjëra pozitive, por ndërkohë mund të jetë një punë e re, një partneritet, një bashkëpunim që do marrë zhvillime shumë të mira, por shoh dhe bollëk dhe prosperitet. Gjithsesi, ju kërkoni ndryshime të mëdha në lidhje me këto fillime që do bëni. Shoh që rrëzohen gjëra që nuk kanë funksionuar, një njohje, një lidhje, ose situata dhe çështje që ndoshta kanë nevojë të rishikohen. Mund të ketë lidhje me tema të ndryshme, me fusha të ndryshme. Gjithsesi, unë shoh një ndryshim të madh që vjen tek ju. Dhe ky ndryshim mund të jetë dhe që ju ndryshoni qëllimet tuaja. Mund të ndjeni të bllokuar, sepse ju shoh që jeni shumë të bllokuar dhe të lodhur këtu. Gjithsesi, ju kërkoni një ndryshim të madh në jetën tuaj. Dhe shoh që mund të jetë një ndryshim i madh duke hyrë në një njohje të re, duke pasur për gjithë ata që janë single, një njohje të re dhe ju ndjeni pak të bllokuar gjatë kësaj periudhe. Ndërsa për pjesën tjetër mund ndjeni të bllokuar në çështje dhe situata të ndryshme, në lidhje me punën, me studime të ndryshme. Por kjo do jetë vetëm për pjesën e parë deri në datën 15, sepse më mbas datës 15 gjërat ndryshojnë. Do keni pak vështirësi në lidhje me studimet. Gjithsesi, ose edhe me çështje dhe situata të ndryshme, ndoshta në lidhje me grupe njerëzish. Ju ndoshta dëshironi të hidhni hapa para, të bëni ndryshime, të filloni diçka më të sigurt. Ju dëshironi një njohje më të sigurt, një lidhje, dëshironi një siguri më të madhe për fëmijët tuaj, siguri më të madhe, gjëra të sigurta në lidhje me studimet tuaja, por ju shoh që ndjeni pak të bllokuar ose ju nuk shikoni mundësitë dhe ofertat, sepse jeni përqendruar vetëm te një situatë trishtimi. Gjithsesi shoh që do merrem mendime të rëndësishme në lidhje me ju. Por fillimet e reja do marrin zhvillime shumë të mira, sepse ju vërtet i kërkoni ndryshimet, po thjesht ndiheni të bllokuar. Dhe vazhdojmë në lidhje me javën e dytë. Atëherë, në javën e dytë kemi të bëjmë me energjitë shenjave të ujit, energjinë e shenjës së demit dhe energjitë shenjave të zjarrit. Shoh ndjeni shumë entuziazm, do çliroheni nga situatat e javës parë dhe pse fillon shumë mirë java e parë. Në fillim të javës së dytë ju shoh më të çliruar, më të qetë, më emocional, por shoh që do keni dhe njohje të reja. Mund të jetë një punë e re, një partneritet, një bashkëpunim, por gjithsesi do besoni brenda intuitës tuaj, do besoni intuitën tuaj në lidhje me këto fillime të reja. Për pjesën tjetër, ju shoh që hiqni dorë nga gjërat që keni besuar deri në këto momente, ju vërtet kërkoni një ndryshim, dhe ky ndryshim ndoshta do silli vështirësitë e veta, por gjithsesi vjen për mirë, vjen për të ndërtuar gjëra më të mira dhe më të sigurta. Dhe ju shoh që do jeni duke analizuar çdo situatë, do t'i pranoni në javën e dytë këto ndryshime, se në javën e parë ju shoh akoma në një situatë pak të vështirë, por gjithsesi ju do filloni të shikoni gjërat në një këndvështrim tjetër. Dhe këtu flasim në lidhje me dashurinë për një pjesë prej jush, në lidhje me punën, me fëmijët tuaj, me familjen, por dhe me udhëtime të ndryshme ose situata të ndryshme që keni. Gjithsesi, në fund të javës shoh fillime të reja me shumë pasion, mund të jetë fillimi një dashurie të re, ku ju aty filloni të çliroheni nga situata të mbyllura,
besoni te vetja juaj, fusni një energji dhe një këndvështrim tjetër në lidhje me dashurinë dhe aty i vendosni qëllime vetes në lidhje me një njohje të re. Për pjesën tjetër, kjo ka vlerë në lidhje me kontrata të ndryshme, ku ju do besoni intuitën tuaj, ose me një fillim të ri të fëmijën tuaj, një fillim të ri studimesh dhe kjo bie gati në fund të javës së dytë dhe mbas 14-15-s, të gjithë ata që janë me studime çlirohen nga një situatë vështirësie. Gjithsesi ju shoh me qëllime, kontrata, qëllime në punë, qëllime nga ana ekonomike, por gjithmonë, sepse jemi te energjia e qendrës, duke besuar brenda vetes tuaj, intuitën tuaj. Dhe vazhdojmë në lidhje me javën e tretë. Dolën shumë letra, gjithsesi do t'i shohim. Në javën e tretë kemi të bëjmë me energjitë shenjave të ujit, energjitë shenjave të ajrit dhe energjitë shenjave të ujit përsëri. Në fillim të javës së tretë, shoh që një person nga e kaluara mund të rikthehet tek ju. Ose për gjithë ata që do bëjnë një njohje në javën e dytë, ky person do jetë shpirti juaj binjak. Gjithsesi shoh që ju do ndjeni në dilema, do jeni konfuz, nuk do të jepni dot zgjidhje, keni çuar muret mbrojtëse, por shoh që bien dy persona që secili tërheq nga vetja e vet. Dhe në fund të javës ju shoh që do jeni duke menduar rreth emocioneve tuaja, në lidhje me një njohje të re ose me një person të së kaluarës tuaj. Gjithsesi për pjesën tjetër shoh rikthim të çështjeve dhe situata nga e kaluara juaj. Dhe aty këto çështje që do rikthehen tek ju mund të jenë çështje ekonomike, mund të jenë çështje në lidhje me punën, çështje në lidhje me studimet tuaja, në lidhje me dokumenta të ndryshme që mund të keni. U shoh që ju do çliroheni, sepse ju shoh shumë konfuz, nuk jepni dot zgjidhje situatave dhe janë çështje që kanë lidhje me të kaluarën. Gjithsesi, në fund të javës shoh një çlirim shpirtëror, ju do ndjeni më të qetë. Ju shoh që edhe me familjen do jeni ndoshta duke organizuar diçka, duke u ndier më mirë, ndërsa për pjesën tjetër shoh që ju do çliroheni nga situata konfuze që mund të ndjeni në lidhje me studimet, në lidhje me dokumenta të ndryshme dhe këtu shoh që do merrni lajme të mira. Mund të jetë një lajm i mirë te vendi punës, mund të jetë një lajm i mirë ekonomik, një lajm i mirë nga fëmijët tuaj, por edhe në çështje dhe situata të ndryshme. Dhe vazhdojmë në javën e katërt. Atëherë, në javën e katërt, shoh që ju mbyllni një cikël të vështirë, ndoshta vështirësi që keni kaluar në lidhje me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet, dhe këtu fillon një cikël i ri. Shoh që mund të keni kaluar vështirësitë e vendi punës ose do kaloni gjatë muajit vështirësinë në lidhje me anën ekonomike, në lidhje me studimet, me dokumenta të ndryshme, por gjithsesi e rëndësishme është që ju e mbyllni këtë. Dhe shoh një cikël të ri që ju çon drejt gjërave të mira. Dhe gjërat do ndryshojnë për mirë tek ju. Këtu kemi të bëjmë, se nuk thamë energjit, kemi të bëjmë me energjit shenjës së Demit, Akrepit, është energjia juaj e Virgjëreshës dhe energjia e shenjës së Luanit. Dhe ju shoh do t'i lini mbrapa gjitha këto vështirësi dhe ju do hidhni hapa para. Do hidhni hapa drejt këtij cikli të ri, drejt një njohjeje të re, drejt një pune, drejt një partneriteti, drejt një zhvillimi më të mirë të situatave tuaja, në lidhje me studimet, në lidhje me dokumenta të ndryshme, por edhe në lidhje me karrierën tuaj, duke lënë mbrapa gjithçka të vështirë që keni kaluar deri në këto momente. Dhe në fund të muajit ju shoh që do jeni të vendosur në qëllimet tuaja. Të vendosur në qëllimet tuaja në lidhje me një dashuri, ku keni qenë konfuz, në lidhje me një njohje të re ose një person nga e kaluara. Në rastin tjetër mund të jeni t'i vendosni qëllime vetes në lidhje me studimet tuaja, ku edhe aty keni qenë konfuz, merrni lajme të mira, çliroheni dhe unë shoh që i vendosni qëllime vetes, duke lënë mbrapa të gjitha këto situata dhe këtë mbyllje që ju keni pasur, këtë një situatë pak të mbi ngarkuar psikologjike. Ndërsa për pjesën tjetër ka vlerë në lidhje me punën tuaj, me situata të ndryshme te vendi punës ku ju i mbyllni, hidhni hapa dhe i vendosni qëllime vetes,
në lidhje me partneritete, me bashkëpunime, sepse nuk e tham, por në javën e tretë do keni dhe partneritete. Në javën e tretë shoh që do jeni dhe shumë mbështetës ndaj fëmijëve tuaj. Ndoshta mund të jetë një situatë nga e kaluara që rikthehet në lidhje me fëmijët dhe kjo gjë do t'ju bëjë shumë konfuz. Gjithsesi unë shoh që ju çliroheni edhe nga një situatë e tillë. Dhe fundi muajit ju gjen me qëllimin veten tuaj dhe duke menduar për të mbyllur një cikël të vështirë dhe për të filluar një cikël të ri. Dhe ky cikël do t'ju bëj që ju t'i vendosni qëllime vetes në lidhje me kontrata, me partneritete të ndryshme, në lidhje me studimet, në lidhje me dokumenta të ndryshme, në lidhje me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet që ju keni, por dhe në lidhje me familjen, sepse një pjesë për ju shoh që mund të kthehet një çështje nga e kaluara në lidhje me familjen tuaj. Dhe aty do jeni shumë, ndoshta ju mund të keni një tërheqje litari, personi tërheq nga ana e vet, ju tërhiqni nga ana e vet, dhe unë shoh që gjithsesi në fund i zgjidhni në fund të javës së tretë. Dhe në javën e katërt mbyllni çfarëdo lloj gjëje të vështirë që keni pas në jetën tuaj, duke hedhur hapa para dhe duke i vendosur qëllime vetes në lidhje me gjithçka. Dhe unë do marr dhe një mesazh nga angjëllit dhe shohim se çfarë mesazhi ju japin. Atëhere, mesazhi nga angjëllit ju thot: hapni zemrën, thot, dhe shikoni njerëzit që ju rrethojnë. Dhe këtu flasim në lidhje me dashurinë. Hapni zemrën dhe jemi te kjo energji që jemi dhe te taroti, ku ju jeni përqendruar në një lloj trishtimi dhe nuk shikoni mundësitë dhe ofertat e reja që ju vinë. Dhe prandaj ju thot, hapni zemrën dhe shikoni njerëzit që ju rrethojnë, personat që mund të keni rreth jush, ose hapni zemrën në lidhje me çështje dhe situata që mund të kenë lidhje me shtëpinë, me familjen, me fëmijët, me studimet. Mos u përqendroni në një lloj trishtimi, sepse mundësitë dhe ofertat i keni këtu. Gjithsesi, tregoni më miqësor edhe në lidhje me personat që ju rrethojnë. Dhe këtu flasim në lidhje me një dashuri. Atëherë tregoni më miqësor, tregoni më të hapur në lidhje me këtë person, ose në lidhje me mundësitë që do t'ju vinë, me kontrata të rëndësishme që duhet jeni më të hapur, që do t'ju vinë gjatë këtij muaji. Sepse unë shoh që ju mbyllni një cikël të vështirë dhe në momentin që e mbyllni këtë cikël, atëherë fillon një cikël i ri, qëllime dhe kontrata të rëndësishme që do keni gjatë këtij muaji. E rëndësishme është që tregoni miqësor dhe të shikoni mundësitë dhe ofertat që ju rrethojnë. Si në lidhje me dokumentat, në lidhje me studimet, në lidhje me njohjet e reja, në lidhje me shtëpinë, me familjen, me çështje dhe situata të ndryshme që do keni gjatë këtij muaji. Gjithsesi, është një muaj që ka ulje ngritjet e veta, nuk mund të flasim vetëm gjëra pozitive sepse energjia e tillë është. Për të gjitha shenjat e horoskopit do ketë vështirësi gjatë këtij muaji, por do ketë edhe momente të mira. Të lindurit që mund të jenë në fillim të 10 ditëshit të dytë dhe në fund bien me sukses në punë nga ana ekonomike. Fundi i shenjës, të lindurit në fund të shenjës, do t'i kenë gjërat më të qeta, normale, por do kenë dhe lajme të mira gjatë këtij muaji. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve. Mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit, videot e javës, por dhe video me tema të ndryshme në këtë kanal. Ftoj dhe një herë të gjithë ndjekësit e këtij kanali që ende nuk kanë bërë abonimin e tyre në këtë kanal të bëjnë subscribe për të marrë videot në vazhdimsi. Ju ftoj dhe një herë dëgjoni shenjën tuaj ascendente, sepse ju mund të jeni shenja e Virgjëreshës dhe ascendenten e keni në Luan. Atëherë duhet shikoni shenjën e Luanit. Varet kur keni lindur, ditën ose natën. Nëse keni lindur ditën, do shikoni shenjën e diellit, që është shenja e Virgjëreshës. Nëse ju keni lindur natën, atëherë do shikoni shenjën e Hënës, varet ku e keni. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve, ju uroj mbazitë të këndshme dhe një ndikim të këndshëm të kësaj videoje.